e kthjellët. Ka bërë shumë zhurmë këto orë emri i mjekes, një tjetër mjeke që synonte vendin e kryetarit të Partisë Demokratike, por që ishte ndër emrat e skualifikuar. Që thonte personi saj, apo emri që u përzgjodhi, atë që shohim edhe në foto, shumë ishte para gjykimi për të, por gjithsesi si do të ishte një garë mes kësaj zonje dhe zotit Berisha? Po, nuk mund të dim për sy edhe një herë, zonja është antare e Partisë Demokratike, e plotëson këtë kriter, por nuk plotëson disa prej kritereve të tjera. Dy më të rëndësishmet, profili i lartë politik, të publik, të cilën zonja nuk e ka, pra mund tjetë, jam e sigur që është e njohur në komunitetin e mjekëve dhe në komunitetin ku ajo jeton, por nuk është e njohur publikisht. Pra nuk është një emër, një profil që i thot diçka Shqipërisë. Dhe ta pranojmë që dy partitë mëdha, Partia Demokratike që është një ndër dy partitë më të mëdha në vend, meriton dikë të njohur, me aktivitet të gjërë publik. Pra nuk është se ka në i hile këtu, mendoj që duhet të bijem dakord të kjo, nuk mund tjetë një i panjohur ose e panjohur kandidat për kryetar partije. Kjo do ta minonte garën më shumë se sa të lihej të bëhej një garë, sepse gara atëherë do të ishte e pavërtetë dhe e papërmbushur. Për gjitha ta, pse jo, edhe demokrat që mendojnë që kushdo qoftë që do të dilte përballë zotit Berisha, pas një lloj diskutimi, Berisha do të ishte ai që do të zgjidhej në atë flet votimi, do të ishte kryetari i Partisë Demokratike. Pse Berisha nuk e bën këtë? Apo Partia Demokratike nuk jep, le të themi, një lloj lehtësimi për kandidatura? Që Berisha të tërhiqet? Jo, absolutisht, që të ketë përballë, si që flasë të më të për ato vetë përjashtimet. E keni fjalën për zotin Saliani. Shiko, zoti Berisha është shprehur... Jo vetëm, mund të ishte kushdo tjetër, po edhe për Salianin. Shiko, Balliu, zonja Balliu, në fushatën e fundit elektorale, ju e keni parë, doli publikisht dhe tha që do shkoj, jam duke menduar gjasën, mundësinë të kandiduarit për një parti tjetër. Pra u bëme dash me zotin Sula, i cili tani është kryeinspektor i Ramës, dhe tha që do të, pra, a nuk është vetë përjashtim ky?